Në New York është bërë paralajmërimi për stuhin, ndërkohë që zona verilandore e Shteteve të Bashkuara përgatitet për atë që presidenti Obama e ka quajtur të rrezikshme dhe të kushtueshme. Parashikuesit e motit thonë se stuhia që pritet godas brigjet e Shteteve të Bashkuara sot mund të shkaktojë përmbytje të mëdha, ndërprerjen e energjisë elektrike dhe miliarda dollar dëme. Rreth 65 milion amerikan banojnë në zonën që pritet të preket nga uragani Irene, por shumë prej tyre janë evakuar. Në New York, kryetari i bashkisë Michael Bloomberg ka dhënë urdhër për evakuimin e parë të detyruar të qytetit. Rreth 250.000 banor janë urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre në zonat e ulta, përfshirë distriktin financiar Wall Street. Po ashtu për herë të parë, gjithë sistemi publik i transportit të qytetit, përfshirë metron dhe linjat e autobusëve, do të jenë sot jashtë funksionimit. Presidenti Obama tha dje se sipas të gjithë treguesve, uragani Irene mund të jetë një stuhi historike. Ai tha se vendi duhet përgatitet për më të keqen, duke u bërë thirrje të gjithë banorëve në zonat ku është dhënë urdhri për evakuim të zbatojnë urdhrin. Uragani e detyroi presidentin të kthehet nga pushimet një ditë më parë. Guvernatorët e shteteve nga Carolina e Veriut deri në Maine kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për të përballur të gjithë nevojat e mundshme para goditjes së këtyre shteteve nga uragani, i cili pritet të godasë sot brigjet e Karolinës së Veriut. Qendra kombëtare e uraganëve thotë se shpejtësia e erave të stuhisë është tani 160 km/h, por pritet të bjerë ndërkohë që shkon drejt Veriut.